janë dakord, nëse mund të jetë vrarë, mund të quhen dhe si kolateral, që asnjëherë në asnjë rast nuk duhen justifikuar, kupton, çdo rast duhet dënuar në mënyrë të barabartë në dyja palët. Por këtu thuhet radikalizimi i Gazës, po radikalizimi që po shkatërron gjithë lindjen e mesme, ka kryer rreth 1000 sulme në Siri. Siria nuk ka shkrepur asnjë fishek si kundërpërgjigje. Në Sirinë e re ka vrarë disa qindra vet. Në Sirinë e re, që nuk është po përpiqet që të hyjë në paqe, po përpiqet që të ruajë emërve, po pushton territore të reja me arsyetimin që këto janë vëllezërit tanë. Po palestinezët vetë, pse nuk janë shkëputur asnjëherë nga Hamasi? Po këtë duhet të pyesësh palestinezët. Ata e shohin si shpëtimtar. Nuk kanë krijuar një shkëputje nga Hamasi për të quajtur. Shikoj, ne duhet të flasim realitetin. Se krijojnë dot, nuk e bëjnë dot. Nëse sot kryen zgjedhjet, qoftë në Gaza, qoftë edhe në bregun perëndimor, nuk e di sa i thellë do jetë rezultati në favor të Hamasit. Do jetë i thellë rezultati. Se kanë mbështetje. Ky është realiteti. Po është një popull që jeton gjithkohës në pushtim. Më fal. Ja vetëm ta përfundoj ara. Kjo shikosh, një dikujt që minimalisht ka një të vrarë në familjen apo në familjen e gjerë, le të themi ti. Shumë të tjerë që janë pothuajse të gjithë që janë dhunuar. Ju është prishur shtëpia. Ti me të thyj një lavaman edhe të hapet punë të shtëpia. Jo me të shkatërruar, me të bombarduar gjithë shtëpinë. Pse? Ka të përqef se kjo është ndërtesë e lartë. Edhe terroristët atje lart mund të vendosin kamera dhe 100 banesa, 100 godina të larta nga 15 kate, 20 kate i rrëzoi këto kur filloi këto javët e fundit gërzuan. Ka disa qytete që janë rrafshuar totalisht. Rafahu, disa qytete tjera që janë atje, që janë pothuajse të rrafshuara totalisht. Përveç masakrave dhe vrasjeve. Pra nuk ka ajo që ka bërë Izraeli është kaq e rëndë, kështu që ata në çdo rast duhen të le të themi të çlirohen për Izraelit. Dhe çlirimin ja u premton vetëm Hamasi. Ky është realiteti. Dhe jo ky plan i paqes. Ky është realiteti. Edhe nëse Hamasi e pranon këtë plan paqe, që ata diku kanë shprehur edhe forma diplomatike të sjellurit, po do të nuk do të ketë mbështetjen popullore. Pra duhet të jemi do të flasim realitetin apo ti bëjmë realitetin po duam sa do efortu duket të tingëllojmë. Hajde të themi këtu Hamasi është terrorist, ka vrarë 20 fëmijë, po Izraeli ka vrarë 20.000, edhe Hamasi është terrorist, gjitha. Pra ky është realiteti. Ata e shohin si çlirimtar, si çlirimtar. Rasti i Kosovës kishte mbështetje UÇK-ja, normal, mbështetja gjigante. Paska se deri diku jam dakord me krahasimet, sepse... Pra, të vështirë t'i krahasoj të dyja bashkë, shëkën me Hamasit. Po nëse nuk pranon Hamasi këtë plan paqe, çfarë do të thotë kjo? I jep legjitimitet Izraelit ta shuajë Gazën? Çfarë do? Po çfarë zgjidhje do ketë? Ato që po bën do bëj. Shikoj,